prive pyetjes time, dhe a ka marrë masa antiterrori për kontrollin e territorit, pra janë në terren duke kontrolluar situatën, territorin, pas 2 alarmeve të ngritura, pa, e drejtë. E kuptova shqetësimin tuaj. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe më përpara ka trajtuar problemin, por ky problem nuk është se nuk njifet dhe ky lloj rreziku nuk njifet nga ana e policisë shtetit. Policia e shtetit ka të gjitha informacionet e nevojshme dhe ka marrë masat e duhura për të minimizuar rrezikun. Rreziku është kryesisht nga akte që mund të vinë nga element të veçantë, të sponsorizuar dhe të organizuar nga shërbimet sekrete iraniane, por kryesisht rreziku është edhe për sa i përket sulmeve kibernetike, të cilat për të cilat opinioni është njohur publikisht, të cilat ka ndodhur si në vitin 2022 edhe në vazhdim edhe gjatë fillimit të vitit 2026. Pra, të gjitha strukturat shtetërore kanë marrë masat e duhura për të minimizuar këto sulme të paktën kibernetike janë në vijim dhe janë marrë të gjitha masat që impakti i tyre të jetë sa më i ulët, pra për të eliminuar çdo lloj impakti. Zoti Cane, ju falenderoj shumë për... Jo, ka një shtesë Azize, ndjes Azize se nuk të pa. Po ndjek logjikën e ngjarjes në fjalë, domethënë. Zonja shkon, 2 zonja, në fakt shkojnë dhe i flasin fëmijëve për gjuhën shqipe, metodën që përdoren. Po ndërkohë, duke ditur që ka sulme kibernetike, këto 2 zonja, të cilat supozohet që jetojnë në manës në Durrës, mund të jenë fare mirë dhe të infiltruara dhe mund të duan të përdorin fëmijët ose dhe elementet të tjera, më thënë, në Shqipëri për akte terrorizmi. Sa i monitoruar është ky komunitet, këto zonja, zotërin kuptohet që lëvizën në Shqipëri normalisht si të gjithë qytetarët, takojnë këtë duan, pra, a jemi ne si qytetarë, se kjo është pyetja, a jemi ne si qytetarë të mbrojtur, se kjo është informacioni që i ka shprënë këto zonja të raportohen në media, pavarësisht se mund të duket si dizinformim, po frika ekziston që ky komunitet mund të përdoret se është prezent në Shqipëri për të kryer akte terrorizmi, sepse fare mirë dhe ato mund manipulohen nëpërmjet, le të themi, sulmeve kibernetike apo ngjarjeve në hapësirën kibernetike, përfshi dhe kampin e tyre, se nuk mund themi që 2500 janë të gjithë kundër Iranit dhe duan ta shikojnë regjimin të rrëzohet aty, domethënë. Jam i sigurt që mund të ketë elemente që vërtet duan të le të themi, shkaktojnë probleme dhe brenda aty po edhe në shoqëri. Duket shumë rastësore ngjarje apo mbase ndonjëherë duke ngjarje thjeshta, po jo gjithmonë janë kaq thjeshta. Pa dashur as të fus panik në shoqëri, po qytetarët vërtet kanë pikpyetje në lidhje me praninë e tyre në Shqipëri dhe këtë po mundohen të them që policia mund të kishte dhënë më shumë informacion, jo me zonjat, por në lidhje me sigurinë që qytetarët kanë nevojë dhe që sigurisht ja besojnë policisë. Të jeni të bindur që strukturat e veçanta të policisë shtetit dhe të specializuara për të tilla situata kanë informacione dhe bashkëpunojnë çdo ditë me partnerët ndërkombëtar për marrje informacioni për çfarëdo lloj rreziku, jo vetëm për këto zonja apo për këto raste të tilla, që nuk ka lidhje fare problemi i komunikimit të këtyre zonjave me ata 2 fëmijët, sepse ai komunikim ka ndodhur punë sekondash dhe fëmijët kanë vazhduar rrugën e tyre, por policia e shtetit ka informacionet e duhura dhe vazhdon, komunikon, bashkëpunon, shkëmben informacione me partnerët ndërkombëtar. Kjo është
në të gjitha strukturat e policisë shtetit, por kryesisht strukturat e specializuara e kanë një informacion të tillë. T'jeni të sigurt për këtë. Nuk ka as edhe një gjë për panik, nuk ka as një gjë për të ngritur shqetësime nga një nivel shumë i bastard informacioni. Okej, zoti Cana, shumë faleminderit për këtë komunikim. E kishim të nevojshëm fakt edhe për qetësuar qytetarët, se alarmi, paniku ekziston për shkak dhe të asaj që tha Azizit, situatës në të cilët ndodhet vendi edhe për shkak pranisë muzhedimve këtu në Shqipëri dhe alarmit të ngritur, qoftë dhe nga ambasada amerikane. Shumë faleminderit. Punë të mbarë. Pikërisht për këtë rast doja që të garantoja prindrit dhe qytetarët se nuk ekziston asnjë rrezik për fëmijët e tyre dhe vetë qytetarët shqiptar apo turistët. Okej, shumë faleminderit. Punë të mbarë, zoti Cana. Faleminderit juve. Punë të mbarë.